Ti, a di shka po thu? Ti po konstaton që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare mund t'jetë ndaj farë rezultate aty këtu. Çka nëse? Po pyet. Nëse. Jo, konstatoj. Jo, çka nëse? Jo, bëj edhe si konstatim. Okej, konstatoj. Tashti, a di shka them unë? Unë them që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kur do që mohon ato, dhe nuk e di a mbohen sepse unë po pres me po, a mujna e bo qeverin. Jo, po nëse, hajde po e konsiderojmë... Hajde po e te kalojmë edhe këto. Ose edhe pe voni qeveri, po shkojmë zgjedhjen pranverë, ma te president. Ndoshta pe zgjedhjen president. Hajde pe konsiderojmë çfarë do lloj zgjedhje kur të bëhet. Ja, aty duhet me qenë Nostradamus. Pra duhet me qenë parashikues. Unë po vajtohem një gjë, që lëvizja e vendosje, çka unë e vrej edhe veneroj, për herë të parë po rritet si subjekt politik ose si organizat politike, po i krijon themelet e forta, gjë që nuk ka qenë. Pse? Sepse lëvizja e vendosje gjithmonë është pas si alternativë qendrore. Kjo është shumë e vërtet. Nuk mendoj që ka një njeri në Kosovë i cili pos dashakecisë mund më hu këto. Pra, për herë të parë, në gjitha komunat e Kosovës, pesho një vetëvendosi e cila është u fuqizu me të madhe. Dhe që kjo është lajmi të mërshëm për parti tjera. Kur thu ti... Nivel lokal, po nivel horizontal, si strukturë. Si strukturë. Po nëse e marrë me nivel nacional, ki ullje. Jo, sepse unë menoj l'belzim. Jo, veç pak, sepse unë menoj që tashmo, niveli qëndror, i ka dhonë gjak, energji, niveli lokale, organizata jonë është fuqizu. Dhe normalisht, si element i zgjedhjeve lokale, kjo të shtymë për para, unë menoj që vetë vendosja, pra me qëto argumente cilat po i ceki, ka me dal alo ma fuqishëm në zgjedhjet parlamentare. Kur do që ato mbane, kur do që bohen. Pra këto po ta themi për i fillimit, që përsëri të jenë në një ide të hegemonisë. A jetë u kuptu? Që përsëri se ti po thu kena me dal edhe ma mirë zgjedhjet parlamentare. Po dhe se ti e keni përshtypjet që s'kena me pas nevojë për ish opozitën edhe ma parë. Jo, do të kena me pas nevojë. Orban. Po flasëm me shifra. Për zgjedhje lokale, pasi veç u futëm në diskutimin për zgjedhje lokale. Hermani në tash se nuk. E hapi portën. Në zgjedhjet e mbajtura pardje, lëvizja vetëvendose ka fituar 3 komuna ku ka qeveris. Pa balotazh edhe 4-ta Gjilani, pritet në kur të numërohen edhe votat e Margatës, shpresoj shumë që do të jetë komuna 4 pa balotazh. Dhe shumë gjës. Edhe të gjithejmë. Pra, gati 4 komuna, aty ku është mirë qeveris nga lëvizja vetëvendose pa balotazh e kena fitu. S'është argument. Jo. Se nëse e shoh ashtu, lehem veç pak. edhe parti tjera